Në Maqedoninë e Veriut, ushqimi i studentëve nuk është thjesht një nevojë ditore, por një tregues i standardit të jetesës. Subvencioni për shujtën studentore, i menduar si mbështetje për të rinjën gjatë studimeve, sot përballet me realitetin e çmimeve që ndryshojnë nga dita në ditë. Lind pyetja nëse shuma aktuale e subvencionit arrin të përmbush qëllimin për të cilin u krijua. Mes ankesave, pritshmërive dhe kërkesave për rritje, kjo çështje po shndrohet në një debat më të gjerë shoqëror mbi prioritetet e shtetit ndaj arsimit dhe të rinjëve. Studentët shprehen të pakënaqur nga shuma aktuale, pasi thonë se nuk u mjafton nga shpenzimet e tyre ditore për ushqim. Patjetër kam aplikuar, momentalisht dhe e marr subvencionin, se realisht nuk jam. Besoj që jo vetëm unë, por gjithë studentët, besoj që nuk janë tepër të kënaqur, pasi që edhe nuk shuma është e vogël edhe mendoj që nuk mbulon gjitha shpenzimet e studentëve, pasi ka studentë që nuk punojnë, edhe janë prej jashtë, domethënë nga vende tjera vinë, dhe besoj që nuk është e mjaftueshme. Amiti gjithashtu mendon se patjetër duhet të rritet çmimi i subvencionit për shujtën studentore, sepse siç tha ajo, ka studentë që vinë edhe nga qytetet e tjera për të studiuar dhe që realisht nuk është e mjaftueshme. Po, kam aplikuar. Me thënë të drejtën nuk jemi shumë të kënaqur, sepse është shumë pak çmimi edhe nuk mundemi me ble asgjë, sepse edhe çmimet e ushqimeve janë rritë edhe kështu nuk është e mjaftueshme. Shumë pak, se unë udhtoj edhe prej ma larg edhe nuk është arritshme. A mendoni se duhet të rritet subvencioni? Po, mendoj edhe duhet. Studentët thonë se shuma e ndarë nuk u mjafton as për shujt bazike ditore. Ata kërkojnë rritje të subvencionit në mënyrë që mbështetja shtetërore të jetë në përputhje me realitetin ekonomik dhe me standardin jetësor të studentëve. Kujtojmë se shuma e subvencionit është 140 denar, ku kjo shumë përdoret nga e hëna deri të shtunën dhe shihet si shumë javore rreth 840 denar në javë.